Mosi edhe Buta, 62 këngë vit, po asnjërin hit. Pikërisht këtu edhe nis konflikti, ku disa prej vargjeve që Buta i ka pas kundrejt vajzës së tij, mu e di ka ma mur babën, nanën ma mur puna, burgun ma mur vllaun. Në botën e repit çdo varg është armë dhe çdo bit është front. Më i mirë është Buta apo Mosi, dhe pse? Mosi edhe Buta, një bif që po i shkon themelet e repit kosovar. Para se me vazhdu me fol për 13 projektet që dje vetë se i publikoj Buta, e që janë të vjeshdimër 2025, që janë gjithsej 13 projekte, po du me fol pak për bifin që e kanë këta dy, e që siç duket po vazhdojnë ende sot asoj dite, ku sot mëngjes Mosi ka publikuar një tjetër storie ku thot që 62 këngë vit, po asnjërin hit. E siç duket e ka pasur një lloj paralajmërimi për Butën, pasi që ky dje vetë se i publikoi 13 projektet e reja. Mosi artisti rrugës me tekst brutale të pafiltruar edhe Buta me zotërinjënia, një nga figurat më të forta të repit modern. Bifi vërtet apo veç për klikime, po s'pari ta tregojmë se kush është Mosi për ata që se njohin, edhe pse po besoj që s'ka njeri që se njeh, është i njohur për tekstet të drejt për drejta me një stil që përzin realitetin e rrugës me psikologjinë e errët të jetës urbane, për shembull këngët si Psikopat ose Seriozisht, Hijo de Puta, që më shumë është dis për Butën, e kanë futur edhe në qendër të vëmendjes. Ai nuk ka frikë edhe t'i thot gjërat ashtu siç i ndjen, pa diplomaci e pa filtra. Edhe kjo siç duket e ka vënë një konflikt të kahershëm me Butën. E Buta në anën tjetër një prej figurave më konsistente sipas me të repit kosovar dhe një ndër më të mirët edhe të preferuar të mi, i njohur për këngët si Zotërinjënia që përfaqëson një stil më të rafinuar, më melodik, e shpesh edhe introspektiv. I pëlqen shumë publikut urban, por nuk mungojnë edhe ata që akuzojnë për rap sentimental, kinse. Pikërisht këtu edhe nis konflikti, ku një nga këngët e tij si Psikopat, Mosi ka një varg që shpërtheu si zjarr. Ti zotërinjënia, amo na nuk kena ndjenja. Publiku e pat marrë me njëherë si thumbim direkt për Butën edhe për titullin e tij të famshëm, kinse për Butën. E Buta pat reagu me njerë me një freestyle para pak vitesh tek emisioni Johnny Black, ku me një elegancë të thjesht e vuri Mosin pikërisht në shënjestër. E Mosi pastaj e riktheu me njëherë bifin me këngën e tij Seriozisht, ku duk si një nga hipokrizit më të mëdha të industrisë së skenës muzikore. E bomba vërtet pat fillu me këngën e Hijo de Puta të Mosit kundrejt Butës, e ku Mosi e pat shënjestru drejt për drejt Butën duke përdorur terma të ashpër, referenca personale dhe një tonalitet që thuaj se nuk e falte fare në këtë rast Butën. Çka nënkuptohet mes tyne bifeve është që në sipërfaqe duket një përplasje mes dy stilistëve të ndryshëm. Buta një emocional artistik, e Mosi një i errët, lirikisht i pamërshirshëm e underground. Por në thelb mund të jetë për kush përfaqëson më mirë realitetin e sënë të rinjeve në Kosovë e Shqipëri, e kjo siç duket është edhe një betejë për autenticitetin apo frontin se kush është më i miri në rapin kosovar. 13 projektet e Butës të vjeshdimër 2025 janë disa prej tyre Goals, Kërsh e shumë të tjera, po ajo që kam kalon për shtypje është disa prej vargjeve që Buta i ka pas kundrejt vajzës së tij, ku thuhet që po i mungon shumë e që ja ka marrë gruaja, kundrejt vllaut të tij që e ka në burg qëndrimit, nënës së tij e babait. E ai thot që tash e so vite jam veç vet, po i lexoj veç një pjesë, mu e di ka ma mur babën, nanën ma mur puna, burgun ma mur vllaun, qiken ma mur gruaja, unë jam veç vet, kom lind vet edhe kom e deg veç vet. Këto janë disa prej vargjeve ku Buta ja kushton pikërisht qikes së tij që po i mungon, vllaut, nënës edhe babait, e ndër të tjera ai nuk ndalet me kaq, pastaj edhe në projektin Kërsh edhe Golds, po ashtu ja kushton disa vargje edhe qikës së tij ekskluzivisht, po ashtu edhe vllaut të tij qëndrimit. Ende kësaj dite vazhdojnë prap
ky bifi edhe shpërndahet audienca se është më i mirë buta apo mozi. E krejt konkluzioni për me përmbyll këtë debat edhe një pyetje për publikun, është e vërtetë se ky bif ka ndezur debatet, e është mosi zëri një brezi të papërfaqësuar apo buta ende figura dominante që zgjedh të mos zbres në një betejë. Në botën e repit çdo varg është armë dhe çdo bit është front. Ju çfarë mendoni? Më i mirë është buta apo mosi? Dhe pse?